Emisioni sot është emisioni i cili vjen pak mbrapa në vendimin e dieshëm të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, bërë publik nga kryeministri Edi Rama, i cili deklaroi që grupi parlamentar i kësaj force politike nuk do ta jap imunitetin, pra nuk do të votojë për kërkesën e SPAK-ut për t'i dhënë rrugë një mase të re sigurie ndaj ish-zëvendës kryeministes Belinda Balluku. Djene ishin të fokusuar të emisioni cili ishte përgatitur prej disa ditësh që lidhej me zhdukjen e Bleona Matës, një vajzë 6 vjeçare, e cila sot prej 16 vjetësh është e zhdukur, nëna saj vazhdon ta kërkojë në 24 orët që nga transmetimi i dieshëm emisionit dhe deri sot në rrjetet sociale apo në mesazhe të drejtë për drejta më kanë shkruar mjaft njerëz që ofrohen për të dhënë një lloj ndihme. Zakonisht ndihma është solidariteti shumë i madh, po duhet të jetë pak më konkrete për të. Ajo ka një ka një fond të vetin në cilin po mbledh, mjafton të konsultoni për ta parë, sepse nuk mund t'ju them unë se si mund ta ndihmoni. Njëkohësisht kam pasur dhe një kërkesë nga një zyrë ku ndodhet një shqiptare në Milano që mund ta ndihmojë përmes zyrave të investigimit privat në Gjermani, duke pretenduar, siç pretendon e jema, që vajza është në Gjermani. Ndërkohë, temën e argumentat dhe dhëna dje paradite, ne do t'i trajtojmë në emisionin e sotëm. Në pjesën e parë të emisionit për rreth 55 minuta ne do fokusohemi tek refuzimi që PS-ja i bëri kërkesës SPAK-ut. Insistoj dhe janë refuzimi i PS-s, gjithçka do të marrë rrugë, po themi zyrtare dhe ligjore ditën e njëjtë kur të votohet në parlament. Ky ishte vetëm paralajmërimi dhe argumentimi, ndërsa akti konkret do të bëhet në parlament. Ne sot nuk do diskutojmë për vendimin e PD-s për ta pranuar, pra nuk do merremi me argumentat që PD-ja ka dhënë për ta pranuar kërkesën e SPAK-ut, por vetëm tek refuzimi që Partia Socialiste i ka bërë kësaj kërkese. Në një debat që do shkojë gjysmë në planin juridik dhe gjysmë në planin politik. Unë kam për këtë çështje 4 të ftuar në studio, duke nisur me zonjën Liriana Kuçana, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Franc Nuri, këshilltar ligjor i PD-s dhe avokat, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ili Gërdupi, avokat, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe Albatros Sërexhaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Albatros, para se të kalojnë prezantimet tjera, çfarë po ndodh në Kosovë? Është gjë e jashtëzakonshme, drama e radhës politike. Ose shoh në rrjetet sociale një kaos, njerëz të ndezur me pasione, pa pasione. Ja, Kosova është mësuar që emocionet shkojnë lart, pastaj kur ka konteste ndryshme, çështja përfundon Çfarë po ndodh tamam? Ka një përplasje kushtetuese rreth mënyrës se si zgjidhet presidenti. Domethënë, a ka filluar apo s'ka filluar procesi, a duhet shpallur apo nuk duhet shpallur zgjedhjet. Kjo është përplasje e radhës. Në 2025 ne kishim tërkohën rreth konstituimit kuvendit, gjykata kushtetuese vendosi binar. Në Kosovë ekziston tradita në momentin kur gjykata kushtetuese vendos, diskutimet heshtin edhe procesi ecë përpara. Tash është drama e radhës, gjykata kushtetuese deri në fund muajit do të dalë me vendim, edhe do i jap drejtim procesit. Tani, gjëja është akoma më e thjeshtë për te pjesë procedurale, se ti e ktheve në procedurë, po në thelb është një përplasje mes Osmanit dhe Kurtit, apo? Jo, përplasja mes Osmanit dhe Kurtit është brenda llojit, brenda binomit politik që i ka fituar zgjedhjet në vitin 2021. Por problemi qëndron nëse opozita kosovare do të rrinë në sallë për të lejuar... Që do thot Kurti e propozon më Vjosa Osmani? Jo, nuk e propozon Vjosa Osmani. Është e sigurt që se po? Por Vjosa Osmani është e papranueshme si për vetëvendosin ashtu edhe për partitë tjera. Sepse është shumë e fortë, është personalitet që nuk mund të kontrollohet, i bë hije të tjerëve. Edhe liderët partijak nuk dojnë një president të tillë. Ne do shkojmë drejt liderëve të fortë që e kontrollojnë vetë gjithë skenën politike, nuk ndajmë pushtet. Mendojnë se kështu e kishim dhe në Shqipëri, kishim çik më shumë, shkoi u përqendrua e gjitha. Presidenti në botkuptimin e liderëve të partive politike, presidenti duhet të jetë një njeri që nuk i eklipson vetë partitë. Vjosa Osmani i ka eklipsuar të gjitha partitë, këtu është problemi. Rikthehet në politikë nëse nuk... Po, do të rikthehet në politikë, unë e pata një bisedë bukur gjatë me presidentën, diskutuam kështu në parim... Do rikthehet në LDK? Do pushoj një kohë, dhe pastaj do rikthehet në politikë, me shumë gjaz do rikthehet në shtëpinë e vetë të vjetër në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në LDK? Po. Prapë. Me shumë gjast. Atje drejt asaj nëse shkojmë në zgjedhje, ka shanse Kurti të fitojë të njëjtin rezultat që pati? Sipas partisë vetëvendosje, ata mendojnë që do e ripërsëritin rezultatin. Tash një gjë duhet të thënë, vetëvendosja është e vetmja parti që ka plan për çdo situatë përfshi dhe gjitha krizat e mundshme.
ata janë partia më organizuar në Kosovë dhe që i përballojnë çfarë do situate, çfarë do sfide. U bë një vit e ca, kaloi një vit e ca muaj që Kosova është vazhdimisht në zgjedhje. Bullgaria ka qenë 2 vjet, 7 palë zgjedhje, nuk është diçka jashtëzakonshme ajo. Po harrojmë që këto precedente po krijohen për herë të parë. Në momentin kur gjykata kushtetuese i jep drejtim, mbyllet, shkohet tutje. Pra, gjithë biseda është tashmë do shkohet apo s'do shkohet në zgjedhje. Edhe si do shkohet në zgjedhje. Do kryen procedurat edhe si do shkohet në zgjedhje. Se si do shkohet në zgjedhje. Do zhvaret si do shkohet, a do shkohet në zgjedhje me automatizëm apo do bëhen hapa mbrapa. Sistemi politik dhe sistemi kushtetues Kosovës shumë i komplikuar, edhe i jep mundësi partive me lëviz deri në maksimum aty, nëse do të bëhen destruktiv, shkojnë deri në maksimumin e kreativitetit. E lejon sistemi. Ajo që ka ndodhur në Kosovë s'ka asgjë që se lejon sistemi. Çto më thënë e lejon sistemi? E lejon sistemi, domethënë. Nuk e lejon sistemi Ramës çdo gjë, po këty. Jo, sistemi e lejon ato gjitha manovrat që kanë ekzistuar në Kosovë kanë qenë brenda sistemit dhe i kanë shfryzuar boshllëqet juridike derisa gjykata kushtetuese ka thënë stop.